Unë do të them një fjalë për opozitën në përgjithësi. Shko, Edi Rama ka bërë shumë, sepse është në gjitha këto dosit që janë në SPAK, në dinin time, gjitha bashkohen tek një emër, sidomos për gjërat e mëdha. Është çështje kohë e shqiptarët e të paduruar, është çështje kohë që do ta shikojmë dhe Edi Ramën të shkojë si gjithë bashkëpunëtorët e tjerë atij. Por të gjitha këto janë të prezumuara. Të gjitha këto kanë procese, të gjitha këto dhe bashkëpunëtorët mund të dalin dhe më të fuqishëm, mund të dalin pa fajshëm dhe s'duhet të paragjykoj asgjë. Pasojat ne shikojmë në Shqipëri, por një gjë nuk do t'i falet dhe ndërkombëtarët nuk janë duke ja falur Edi Ramës. Dhe një gjë do t'i falet kur të shkruhet historia e këtyre viteve në Shqipëri. Qasja e tij me opozitën, tentativa e tij për ta blerë ose për ta sabotuar opozitën. Dhe për këtë ka lënë prova dhe pastaj në këtë 4 vjeçar e materializoi. Ajo që bëri ai me Gonigalin, për të iskenuar një hetim fake për opozitën dhe kryetarin e opozitës, që shoqërfatit janë institucionet andaj e kapën, ai e vazhdoi më vonë pas luftës të brendshme në PD. Dhe çfarë bëri? Investoi pikërisht këtë që ka sot, që thot, e investoi, e legitimitoi në parlament pa marrëvullën Berisha, dhe sot i gëzohet kësaj dite që në fakt nga informacionet që kam unë po i kthehet në bumerang, nuk është fare i gëzuar që ka këtë lloj opozite. Nuk ka në botë asnjë lloj drejtuesi shteti që të dojë këtë lloj opozite. E do gjithmonë më të dobët, e do që ta mund gjithmonë, por nuk mund ta vazhdosh lojën pafund duke mundur një diçka që s'ekziston, një diçka të shkërmoqur. Dhe kur ti je protagonist për ta çuar në këtë gjendje, duke gjetur një politikan në hall, non grata nga SBA me procese penale dhe dalin te procesi i dytë. Kur e kapi Rama opozitën? Opozitën, Ramën e kapi... Rama opozitën? Rama e kapi opozitën që kur filloi lufta civile brenda në PD. Që në 8 janar që se çonte policin dhe mirë që urdhëruan ambasadat se deshu vran atje, kemi parë ne spektakël që s'bën vaki në gjithë botën, hap dhe lexo, që të ndodhë në mes të kryeqytetit që brenda një force të madhe politike të opozitës, ca me hunje, ca nga larte dhe ca nga poshtë, dhe policia bën se hirë. Deri në minutën e fundit, policia e Edi Ramës, dhe gëzonte dhe kënaqej. Dhe pastaj gjithë procesi që ndodhi, dhe ja ku jemi. Dhe është tjetër temë kjo. Për 21 janarin që më pyeti. 21 janari, për mendimin tim, unë e kam thënë gjithmonë, është një lloj ngjarje që Shqipëria nuk ka për të gjetur politika vetë paqe dhe vetë memoria e publikut, po dhe ndërgjegjes së shqiptarëve, po su zgjidh është një ngjarje që shënjon historinë 30 e ca vjeçare. Me të gjithë të përfshirë, dhe po ta shikosh që është thirrur zoti Basha, ishte ministri i brendshëm, është thirrur zoti Berisha, në varg ke gjithë klasën politike. Është shumë e çuditshme 21 janari. Për shembull do thirret një nga përkrasit më të mëdhenj të zotit Berisha, Nart Noka, po do thirret si përkras i madh si në krahët e Edi Ramës në krye të protestës. Ishte pjesë e grupit opozitor. Ke deputet të PD-s që janë thirrur, të cilët në atë kohë kanë qenë organizator ose në ballë të protestës. Do thirret Bamir Topi, do thirret Tina Rama. Patjetër nuk e di, domethënë do shkohet se po dhe morën organizimin. Po, këta po flas të organizimit, këta janë pjesa poshtë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh domethënë që kjo, për mendimin tim, ka qenë si patate e nxehtë edhe për vetë SPAK-u. Unë jam një nga përkrasit sistematik me kritikat e mia që kam, sepse shikoj si të vetë me shpresë, drejtësinë shikoj. Nuk shikoj këtu, unë e njoh mirë politikën shqiptare, unë e njoh mirë dhe në opozitë dhe kështu janë ca mashtrus, janë ca që nuk kanë empati. Ne qeverisim nga një kryeministër që s'ka empati. Nuk ka empati, nuk e vë veten ai edhe kur nxjerr mburret me atë që jeq atë çatinë e vogël atje, tek ai lokali thjesht, kur ty këtu tashu, ai nuk e vë veten që ajo mund t'i përmbys jetën atij njeriu, që nxirrte 10.000 lekë në ditë, 20.000 lekë në ditë, me atë po e quaj kios. Ai nuk e vë veten aty, e ligjshme pa ligjshme, vetë ka lejuar. Kjo është klasës politike Sali Berishës. Nuk ka empati. Ju ka vdekur, nuk e quajnë empati, nuk e vë veten në vend të një demokrati. Vetëm sepse ti shikon vendim gjykata e lartë, pasuritë e dhëndrit dhe të vajzës 26, 13 apartamente. Dhe ai thot, unë kam probleme, po ai është në të drejtën e vet biologjike që të heq non gratën dhe të zgjidhet çështjet me drejtësinë.
Por nuk ka empatin të avër vetë, po prit më vëlla se vajtën 12 vjetë, 4 vjeçari tjetër s'ka filluar. Këta demokratë që kanë rrugëve, dhe këta të tjerë që presin nga një opozit, që presin një opozit, e ti e vë vetën ndonjëherë në vendin e ti se çfarë ndjen një njeri që ka 12 vjetë në opozit, nuk e vë. Dhe kjo është klasa politike, si dhe ata drejtorët, si dhe ata ministrat, ju morën empatia. Dhe 21 janari, për mendimin tim, duhet i vështirë për të arritur deri lartë fare, sepse kanë kaluar 15 vjetë dhe duhet, por ama kanë një urdhër që duhet trajtuar si vrasje shtetërore. Dhe akuzat janë vrasje me dashje, se ere pari ishte, se është bërë një gjyq, vrasje me dashje, vrasje me dashje për gjithë. S'ka komat procedura, janë gjithë në djeni. Vrasje me dashje në bashkëpunim, shpërdorim detyre në bashkëpunim, dhe një tjetër që shumë e rëndësishme për mua se është ndërlidhur me vrasjen, është edhe pengimi drejtësisë, prishja e provave, tjere. Duhet një hetim serios, sepse kjo ngjarje duhet mbyllur në Shqipëri, edhe për ata familjarët e atyre viktimave, domethënë që kanë 15 vjetë, që vend tek ato pllakat e Edi Ramës atje, që njerë thyen edhe njerë vën nga një trëndafil ata, tallen, dhe... Redi, 21 janari, por nuk është vetëm 21 janari. Po duket tashmë e vështirë, kanë kaluar 14 vite, mendoj, dhe u desh vetëm ardhja e çështjes nga gjykata Strasburgut që prokuroria posaçme ta riniste si çështje. Dhe që të arrimte të gjithë veprat penale të cilat përmendi Poli, do jetë e vështirë për faktin nëse arrihet të kuptohet ka pasur urdhër apo jo për goditjen me plumba, me municion të protestuesve. Sepse nëse analizojmë 21 janarin është një ngjarje shumë komplekse, me shumë problematika. Përgjimi i ri e ka, po deri ku shkon urdhri, se qëllon në mish është me përgjimin e ri. Ajo ka dhe problemin që është gjykuar një herë, pra disa nga personazhet janë gjykuar një herë, pa marrë një dënim. Dhe do jetë e vështirë që ta rihapësh me të njëjtat prova. Po është rihapur ajo? Po. Në urdhër të gjykatës së lartë pas Strasburgut, e ka kthyer Strasburgu. Po, krimi shtetëror që thot Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit është duhet vërtetuar, është një term shumë i gjerë. Pra krime shtetërore mund të flasim për shumë amshme, pra duke përfshirë dhe dhunën që mund të ketë bërë policia për shumë. Krim shtetëror është ajo, ke një institucion i cili është përballë disa qytetarëve dhe mund të shkaktojë problematika ose vepra penale. Pra, në këtë kontekst, thirrja të gjitha atyre personave, marrja e provave të reja me dëshmitar, kur provat shkencore janë të vështira për të marrë. Se? Se janë prishur. Janë prishur, pra, mungon serverat, mungon gardi që gjëja u bëri koshet. Edhe plumbi cili është marrë të indjeri Alex Nika është e vështirë që të analizohet pak nga çfarë dim nga dosja dhe nga çfarë është publikuar. Ka insistuar familja e të ndjerit që ka ardhur situata deri këtu, është zhvillim pozitiv. Po qytetarët në fund ditës duan drejtësi dhe është detyrë shumë e vështirë e Spakut për të dhënë drejtësi për 21 janarin, mendoj. Mentor, është muaj fundit i Dumanit në krye të Spakut. Mendon që do ketë goditje të forta në klasën politike, apo... Drejtësia nuk funksionon dhe nuk duhet të funksionoj me fushata. Jo me fushata të me që po ikën Dumani... Me dosje të nxehta që kanë në duar. Do duhet të plotësohet një statistik. Dumani do ikë si drejtues i prokurorisë, do vazhdoj të qëndroj si prokuror,